Në heshtjen e mëngjesit, aty ku natyra ende nuk është zgjuar plotësisht, nis dita e tij. Në çdo koshere fshihet një bote organizuar me përpikri, ku çdo blet ka rolin e saj dhe ku jeta pulson pa u ndalur. Kështu mendon Maleq Koskoviku, një bletar që jetën e tij e ka lidhur ngushtë me natyrën dhe ritmin e bletëve. Që në përgjithësi, bleta ka punë edhe gjatë dimnit edhe gjatë verës. Tash punët janë ma shumë të reduktume, ne kemi punë rreth kosherës, izolimin e koshere ose e shiqojmë vrimat gjatë hymjes, mos me e bojmë një farë lloj bllokimi të ernave, mos me rrok ernat bletën. Bëhet hapja ose sikur sot pak temperaturat, nuk është mirë me hape, me mojtë kosherën shumë gjatë hapun. Mirë po, për shembull, vetëm i marrim i kontrollojmë mos ndonjëra prej tyre ka met pa ushqim, sepse ajo shpesh din me u pozicionu në skajet e kosherës. Zakonisht na këtu e praktikojmë bleta me qenë në mes edhe mjalti anash. Sepse kjo gjatë dimrit, kjo shkon në gjysmë letargji, po thuj se asisoj, edhe ushqimi duhet me pas afër. Këto na i kena pregadit me ushqime të gjitha, mirë po mundet ka disa prej bletëve të cilat shkojnë në njërën anë edhe mundet me met pa ushqim. Në ditët e ftohta, bletari kontrollon kosheret me kujdes, sigurohet që bletët të kenë ushqim të mjaftueshëm, i mbron nga i ftohti dhe lagështira. Është një betejë e heshtur, por plot dashuri. Mrana në koshere, në qendër, derisa nuk ka pill, dikun është 13 deri 14 gradë. Jashtë lëmshit, se kjo është në lëmsh, është në lëmsh edhe me prekjen e tyre ndërmjet veti që janë, ato lirojnë nxehtësi. Zakonisht lirojnë nxehtësi nga këmbët e mrama, i kanë ato edhe lirojnë nxehtësi. Temperaturat mrana në mes të kosherës është dikun pa fillu me vezë. Në momentin tash pritet, për shembull, më njëherë me ndryshimin e kohës, me ndryshimin këto shkojnë ma shumë përmes hanës ose diellit, me fillimin e zgjatjes ditës, dikun mund ndodhë që edhe ma herët veçto zakonisht dikun pej 1 ose deri me 5 janar, ato fillon ripërthrirja e bletës ose ndrrimi i bletëve vjetra. Fillon me vezë. Ato zgjati 21 ditë deri të bëhet, dikon në janar, veç mujna me vrejt te shumica e bletëve, kur janë ato mbretëreshat e reja ose mëmet e reja, ato fillojnë ma herët edhe startojnë me ndrrimin e gjeneratës vjetër të bletës. Kështu që temperatura atëhere duhet të ngritet mas paku dikun 34 gradë e në qelin aty ku hapet veza, ku pëlset veza, se veza mëma i bën vezë, veza qëndron 2 ditë, ose 48 orë. Vezë ajo pëlset, peja asaj kohe ajo bëhet larvë. Pej larvës jeton ajo edhe 6 ditë tjera. Si larvë tani plus mbaret a është në prodhim të momëve apo të meshujve, mirë po në këtë kohë bëhet vetëm ndrrimi i bletëve punëtore. Bletë punëtore bën ndrrimin e ty, deri dikun në fund të marsit, këtë mbaret nga natyra. Bleta është e lidhur me temperatura dhe me natyrë. Bleta nën 12 gradë nuk del jashtë, nën 7 gradë. Nën 7 gradë, ajo në qoftë se del jashtë, ajo paralizohet, ajo mundet me dal edhe në minus gradë, qoftë se hap kosherën, ajo mundet pak një kohë shumë të shkurt me fluturu, mirë po në qoftë se qëndron pak ma gjatë, ajo është paralizohet. Dikur e nisi me një numër të vogël kosheresh, e sot obori i shtëpisë së tij është hieshuar nga kosheret e shumta të bletëve.
Kemi na shtim të bledhve, zakonisht kemi dy lloj bletarëve. Ata që merren me rritjen e bletës, edhe ata cilët orientohen më shumë në prodhimin e mjaltit, polenit, propolisit këtu. Kështu që une ju takoj aty në bletarëve cilët merren më shumë me prodhimin e mjaltës. Domethënë nuk I lejoj që të ndahen, të shtohen edhe se bleta kur lëshon, ato zakonisht I lëshojnë pej fillimit majit deri dikun fillimin e korrikut. Lëshojnë mirë, po unë I mbaj nën kontroll, nëse më vyn diçka për treg, atëherë doj mirë, po shpesh herë orientohna në mjalt, sepse në trojet tona këtu në Kosovë mjalt nuk ka mjalt pothuajse qysh me thonë mjalt shumë nuk ka, po është cilësore sepse është mjalt I bimëve tegra. Domethënë në region, në shtetet për rreth, millet shumë soja, luledillit, millen bimë, mjalt dhonse, edhe pse ato bohen për prodhime tjera, mirë po I japin ma shumë I për bohen ka blet, marrin mjalt edhe pe aty në bimëve. Zakonisht në Kosovë, sidomos se kom edhe 2 bletishta tjera I kom në pranë malit, domethënë atje nuk ka, ajo është mjalta cilësore, është unë po muj me si me thonë, me vërtetu se mjalta e Kosovës është pothuajse mas cilësoja. Mesatarja te ne dikun është 6-7 kg, tejnë mas shumë të tejnë 13 kg për koshere, mirë po kur qohen blet, unë domethënë në soje, luledillet e këto, mundet me shku tejnë 5-60 kg, po se ma shumë për koshere, mirë po nuk është cilësia e mjaltit të Kosovës. Na edhe herë vlen me cek se mjaltin e kemi pej bimëve tegra, ose pej bimëve cilat I mbledhin shumë pej njerëzve, edhe I qojnë për prodhimin e barnave. Në bazë asaj, une besoj që mjalti ma cilësor është I vendeve tona. Ka pasur vite të vështira, humbje kosheresh dhe dimra të ashpëra, por Maliqi nuk është dorëzuar asnjëherë. Pak ma personale mu jetë që më ka ndodhë diçka, mirë po mu më ka lindë një dashni ndaj bledhve, jo marë, domethënë kum pas profesion tjetër, tash e kom profesion të parë, I merë ma herët kum punu domethënë projekte të rrymës, kum punu në për objekte, kum punu edhe në për teren, mirë po, unë e kum vrejt, për shembull, personalisht ndikon në shëndet, përmirësimin e shëndetit, është domethënë mjalti që është poleni, është propolisi që njihet shumë edhe në popull, domethënë njihet shumë propolisi, është siç e praktikum atje edhe helmi I bletës, domethënë I cila I shëron gjitha smundjet e reumës. Plus është për asëm për bën heces ato, mos si përsëritëm, është qumshti I bletës, është për imunitet, është ngrit imunitetin, domethënë çdo bletar pothuajse është kundër kancerit, rrallë bletar, ose mos me thonë nuk ka bletar I cili vdes nga smundja e kancerit, se shkaku I thumbimit të bletës, ato helmi I bletës I mbyt qelizat kancerogjene, mirë po për dallim pej mjekësisë që I mbyt qelizat e dobishme dhe dëmshme, kjo I mbyt vetëm qelizat kancerogjene edhe nuk I mbyt qelizat e dobishme të tjera. Maliqi flet për bletën jo vetëm si prodhues mjalti, por si një ilaç të natyrës. Sipas tij, thumbi I bletës ka një forcë shëruese që njeriu e ka njohur prej kohësh, sidomos për dhimbjet e trupit dhe sëmundjet reumatike. Shëndeti është. Po, është si mjekësi alternative, edhe është për shembull kush ka mundësi, sidomos janë gratë anvise, cilat rrinë pak ma shumë shpejt, edhe mund me bo një shoqni të mirë me to, është shumë e mirë kundër stresit, sepse
ai që fillon më marrë me to, ai formon një dashni ndaj tyre dhe ka qef gjithë ditën më marrë për shembull me punën e saj, se është punë interesante, është domethënë hyrja në koshere, dalja, sjellja mjaltit, sjellja polenit, sjellja propolisit, domethënë është shumë e mirë edhe me ata persona që kanë stres. Në fund të ditës, kur zhurma shuhet dhe natyra që të sohet, Maliq Koskoviku mbetet mes koshereve të tij, aty ku e ka ndërtuar jetën. Ai tha se këtë veprimtari e ka trashëguar tek djali i tij me shpresën që këtë traditë të trashëgimisë së këtij profesioni ai do ta vazhdojë edhe në gjeneratën pas ardhëse dhe kështu me radhë. Po, unë kam një djalë është domethënë djali, ai ka filluar një kohë pak më herët, nuk është marrë me to, tash ka filluar nga një herë të kyçet, mirë po e kum vret që ka filluar një dashuri të madhe ndaj tyre. Domethënë nuk ka pasuni të madhe për tyne, nuk ka parë shumë, mirë po pa parë nuk jetë kur. Kreto unë që ai kum domethënë që ai kum arriti kom përmes bletës, fëmin që cilët i kum shkollue këtu e sen, domethënë është përmes bletës. Don vetëm se don punë intenzive, don me pas punë të parë. Zakonisht kur njerëzit cilët merren me bletë këto e përdorin si punë dytë ose tretë, zakonisht ata njerëz cilët e kanë punë primare një punë tjetër, atëherë dështojnë me bletë sepse bleta don për kujdesje, domethënë kjo në natyrë nuk zhduket, mirë po, domethënë gjatë dimrit duhet me pas shumë humbje të vogla, duhet me pas për kushtim duhet me përcjell domethënë ujin kur ka nxehtësi të mëdha me i qit diçka pak fërmi për me mbrojt nga nxehtësia, kur ka gjatë dimrit duhet me i qit diçka fërmi koshere që me mbrojt nxehtësinë me majt mrana, edhe kështu që don punë, ka punë në to, mirë po bletën shpesh herë unë e ceku edhe me kolegë që bletën duhet me dorë, nëse nuk e don bletën, atëherë është pak problem se ka verna të vështira të cilat nuk ka mjalt, domethënë ka punë, edhe puna rritet, i mirë po, nuk është kjo punë e cila nuk ka rezultate, vetëm se çdo punë duhet për kushtim. Pas kaq shumë vitesh, pune për kushtim mes bletëve dhe natyrës, Maliq Koskoviku gjen kuptimin e jetës së tij, sepse aty ku ka respekt për bletën, ka shpresë për njeriu dhe për të ardhmen. Ai nuk i numëron ditët, por stinët që kalojnë mbi kosheret e tij. Kështu, në çdo stinë, Maliq Koskoviku mbjell shpresë.